Apeli i gjykatës së posaçme antikorrupsion ka refuzuar kërkesën e Ilir Metës për shuarjen e masës së sigurisë arrest në burg, duke argumentuar shkeljet e afateve të paraburgimit. Vendimi i apelit u mor ndërkohë që mbrojtja e ish-presidentit e ka cilësuar të parsyetuar dhe ka paralajmëruar për krijimin e një precedenti që mund të ndikojë në trajtimin e rasteve të tjera të ngjashme. Sot ka krijuar një precedent shumë të rrezikshëm, Klodi. Ka krijuar precedentin e mbajtjes peng në paraburgim të presidentit pa gjyq. Teknikalitetet që mund të gjejë gjykata për të justifikuar vendimarrjen e saj që zoti Meta duhet të qëndrojë në paraburgim janë teknikalitete që nuk kanë asnjë vlerë, Klodi. Ju e dini shumë mirë. Jeni gazetar të vjetër këtu dhe dini rëndësinë e shuarjes së masës dhe plotësimit të afateve të paraburgimit. Ilir Meta përballet me organet e drejtësisë për 3 akuza: korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje pasurisë. SPA ka dërguar dosjen për gjykim në fund të muajit gusht, duke përfshirë hetimin mbi aferën CSD-a, aktivitetin e lobimit të LSI-s dhe SBA-s dhe hetimet pasurore të ish-presidentit. Në të njëjtën kohë, ish-bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi, po përballet me të njëjtat akuza. Dosja përfshin gjithashtu persona të tjerë të implikuar si Piro Xhixho, i akuzuar për korrupsion pasiv në bashkëpunim me funksionarë të lartë, dhe Fatime Kryemadhi, së bashku me Emma Çokun, të cilët akuzohen për pastrim parash. Vendimi i apelit thekson sfidat e vazhdueshme të drejtësisë shqiptare në ndjekjen e rasteve të korrupsionit dhe menaxhimin e procedurave ndaj figurave publike me ndikim politik.